Duhet të kalosh nëpër këto gropa për të vijuar udhëtimin drejt bllokut të banimit në rrugën Selim Bushati në zonën informale të Kirasit. Tek ish stacioni Zoteknikës në Shkodër janë gropa ku edhe automjetet e larta e kanë të vështirë të qarkullojnë e jo më autoveturat dhe këmbësorët. Kjo është gjendja në një ditë me diell, pasi në ditët me reshje shiu, lëvizja bëhet teje e vështirë, theksojnë banorët e zonës. Ju po shët një vetë, se si është, me kalu një dje, është hato, jena me fëmi, me familje, të 20 vjetë as, vinë ka herë thunë, e bojmë, se bojmë, për voda, pa voda, na nuk e dim se kërku mu i ndërësu. Jena në ku, shpesh herë, asë se në s'kanë ba. Na s'dim gjonë tonë botë, na jena bosi me kejnë Afganistan. Me bo me hi një atje, jetë pamen. Qërë djali, shkën shkollë, vajzat tonë, fëmi janë, qëto, i lanë po që. Lësh për fëmin e shkollës, për kamësorët, se nëse jena me makina, hajtë se po gjejmë një zgjidhje, po kalojmë, po kur ka rreshje shiu dhe kështu, këto do të me kalu vetëm me qizme të gjata. Rreth 1 kilometër rrugë që lidh mbi 200 shtëpi ndodhet në këtë gjendje prej dekadash. Kjo zonë u banua nga familje të ardhura kryesisht nga fshatrat e Malësisë së Madhe pas vitit 1991, por edhe nga krahinat të tjera malore. Me përjashtim të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, asnjë investim tjetër nuk është bërë gjatë këtyre viteve, ndonse në të gjitha fushatat elektorale, si për deputet, ashtu edhe për kryetar bashkie, premtimet kanë qenë të shumta. Zonat informale të Shkodrës kanë nevoja të mëdha për investime në infrastrukturë. Kjo zonë pranë ish stacionit të Zoteknikës është ndër më emergjentet, pasi bëhet fjalë jo vetëm për rreth 200 familje të kësaj rruge, por edhe për mijëra të tjera që preken indirekt nga mungesa e infrastrukturës.